Në vitin 1669, një udhëtar anglez kaloi nëpër Ballkan dhe mbeti i habitur nga ajo që pa në trojet shqiptare. Ai kishte udhëtuar nëpër shumë vende të Evropës, por kur hyri në viset ku jetonin shqiptarët, shkroi diçka që edhe sot tingëllon e jashtëzakonshme. Ai tregoi se shqiptarët këndonin ditë natë nëpër male, se as turqit e as të krishterët nuk e kuptonin gjuhën e tyre. Dhe se kjo gjuhë dukej krejt ndryshe nga çdo gjë që kishte dëgjuar më parë. Por kjo nuk ishte vetmja gjë që e tronditi. Në Shkup ai pa një nga qytetet më të mëdha e më të pasura të Ballkanit, me qindra punishte, rrugë të mbuluara, saraje luksoze dhe një ujësjellës gjigant me mbi 200 harqe. Ndërsa kur hyri në fushën e Kosovës, ai shkroi se po ecste mbi tokën ku ishin zhvilluar vepra të mëdha që kishin ndryshuar historinë e Evropës. Por çfarë pa realisht ky anglez në trojet tona? Si dukej Kosova dhe Ballkani shqiptar 350 vite më parë, dhe pse ai mbeti i mahnitur nga shqiptarët dhe gjuha e tyre. Nëse e doni historinë e vërtetë të shqiptarëve, pëlqeni videon, abonohuni në kanalin Histori Epike dhe ndizni këmbanën për të mos humbur asnjë video të re. Edward Browni ishte një mjek dhe udhëtar anglez i shekullit të 17, në një kohë kur shumica e evropianëve dinin shumë pak për Ballkanin, ai mori rrugën nga Vjena drejt jugut të perandorisë osmane. Kaloi nëpër Serbi, Maqedoni, Kosovë dhe viset shqiptare, duke lënë pas një prej përshkrimeve më interesante që ekzistojnë sot për rajonin tonë. Kur Browni kalonte nëpër këto vise, Ballkani ishte ende në sundimin e fuqishëm osman, por megjithatë, ai vëren se çdo krahin kishte karakterin e vet, zakonet e veta dhe njerëz krejt të ndryshëm nga njëri tjetri. Për një anglez të shekullit të 17, ky rajon dukej si një botë tjetër, një përzierje mes lindjes dhe Evropës së vjetër. Kur mbërriti në Shkup, ai e përshkroi si qytetin më të madh të asaj pjese të Ballkanit, një qytet plot tregti, punishte dhe lëvizje njerëzish. Sipas tij, aty punonin rreth 700 rregjës lëkure që prodhonin materiale cilësore për gjithë rajonin. Ai mbeti i habitur nga rrugët e mbuluara, bezisteni i madh, shtëpit luksoze me qilima të pasur dhe tavane të dekoruara me arë e ngjyra të ndryshme. Për një evropian të asaj kohe, Shkupi nuk dukej si një qytet i prapambetur lindor, por si një qendër e fuqishme tregtare. Madje ai përmendi edhe ujësjellsin monumental të qytetit me rreth 200 harqe prej guri, një nga veprat më të mëdha arkitekturore që kishte parë në rajon. Por pjesa më interesante fillon kur ai niset drejt Kosovës. Në rrugën drejt Kosovës, Edward Browni kaloi edhe nëpër grykën e Kaçanikut, një prej kalimeve më strategjike të gjithë Ballkanit. Ai e përshkruan Kaçanikun si një fortesë që kontrollonte hyrjen mes maleve, një vend ku çdo ushtri duhej të ndalej para se të vazhdonte më tej, dhe nuk kishte rastësi. Për shekuj me radhë, kjo gryk kishte qenë porta që lidhte veriun me jugun e Ballkanit. Kush kontrollonte Kaçanikun, kontrollonte rrugën tregtare, lëvizjen e ushtrive dhe hyrjen drejt Kosovës. Në ato male të ashpra, ku rrugët kalonin mes shkëmbinjeve dhe pyjeve të dendura, udhëtari anglez kuptoi se Ballkani nuk ishte vetëm tokë qytetesh e tregjesh, por edhe një vend fortesash, pritash dhe luftrash të pandërprera. Dhe pikërisht pasi kaloi atë gryk të ngushtë dhe të frikshme, para syve të tij u hapën fushat e mëdha të Kosovës, toka ku ishin përplasur perandori dhe ku historia ishte shkruar me gjak. Kur hyn në fushën e Kosovës, Browni shkruan se po hynte në një vend ku kishin ndodhur betejat që kishin tronditur Evropën.
Ai përmend betejën e famshme të vitit 1389 mes ushtrive ballkanike dhe osmanëve, duke e quajtur atë një prej përplasjeve më të mëdha të historisë evropiane. Më pas, ai mbërrin në Prishtinë. Sipas tij, Prishtina ishte një qytet i mirë dhe mikpritës. Por udhëtimi mori një kthes të frikshme. Sa po hyn në një dhomë për të pushuar, gjetën një njeri të shtrirë i sëmur me murtaj. Të tmerruar, ata u larguan menjëherë nga qyteti për të shpëtuar jetën. Dhe pastaj vjen pjesa që sot ka një vlerë të jashtëzakonshme për historinë shqiptare. Teksa kalonte nëpër malet e viseve shqiptare, Eduard Browni udhëtoi me disa shqiptar vendas që i ndihmuan të kalonin terrenet e vështira. Ai shkruante se shqiptarët këndonin pa u ndalur ditë e natë gjatë rrugës, por ajo që e habiti më shumë ishte gjuha e tyre. Ai thot se as përkthyesit më të mirë turq e slav nuk arrinin të kuptonin asnjë fjalë shqip. Për të, shqipja dukej si një gjuhë krejt e veçantë dhe e izoluar nga gjuhët e tjera të Ballkanit. Dhe pikërisht ky detaj është jashtëzakonisht i rëndësishëm, sepse tregon se edhe në shekullin e 17 shqiptarët dalloheshin qartë nga popujt përreth, jo vetëm nga zakonet dhe kultura, por edhe nga gjuha e tyre unike. Në një Ballkan të mbushur me perandori, luftra dhe përzierje popujsh, shqiptarët vazhdonin të ruanin identitetin e tyre. Dhe ndoshta pa e kuptuar, ky udhëtar anglez la pas një dëshmi shumë të rrallë, një moment kur Evropa pa me sytë e saj se shqiptarët ishin një popull i veçantë, me gjuhë, kulturë dhe tradita që nuk ngjanin me askënd tjetër në rajon. Gjatë largimit nga Prishtina dhe rrugës për Kurshumli, Browni përmend edhe banja termale pranë rrugës së udhëtarëve, të ndërtuara me harçe gurri dhe të njohura për ujin e tyre të ngrohtë. Për udhëtarët e lodhur të shekullit të 17, këto banja ishin një luks i rrallë në mes të maleve dhe rrugëve të rrezikshme të Ballkanit. Çfarë mendoni ju për këtë përshkrim të shqiptarëve nga një anglez i vitit 1669? A ju habit fakti që shqipja konsiderohej aq e veçantë sa askush nuk e kuptonte? Shkruani mendimin tuaj në komente. Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.